Sot do të flasim për tingullin C. Çfarë është tingulli C? Tingulli C është bashkëtingëllore. Formohet kur maja e gjuhës afrohet pranë dhëmbëve të sipërm dhe ajri del me një shpërthim të lehtë. C është bashkëtingëllore e pazëshme. Është tingull i qartë, është i shkurtër, formohet në pjesën e përparme të gojës. Pozicioni organeve të folurit është buzët janë të relaksuara, dhëmbët afër njëri tjetrit, gjuha pas dhëmbëve të sipërm dhe ajri del me forcë. Me një forcë të lehtë, kujt i paraprin tingulli? Tingulli C i paraprin tingullit Q, tingullit Z, tingullit G, tingullit S. Karakteristikat e tingullit C janë: tingullit C është bashkëtingëllore, është e pazëshme, formohet në pjesën e përparme të gojës, tingulli është i qartë dhe i shkurtër. Me fëmijën mundet të bëni përsërisni së bashku kur tingullin C, bashkëtingëlloren, e bashkë shoqërojmë me zanoret e tjera, me 7 zanoret. Ca, ce, ci, c, co, cu, cy. Pastaj mund të bëni përsëri ta vendosni tingullin C në fillim të fjalës. Si për shembull, cicërim. Si për shembull, cop, mund ta vendosni në mes të fjalës. Baca, mund ta vendosni në fund të fjalës. Provoni bashkë me fëmijën të thuani të gjitha zanoret të bashkëshoqëruara me tingullin C. Siç e tham dhe më lart, ca, ce, ci, co, cu, c, cy. Në moment që fëmia mbaron dhe thot saktë dhe qartë, ju duhet ta përqafoni dhe t'i thoni bravo, ja dole. Mbani mend, tingulli C është bashkëtingëllore e pazëshme. Kur e themi, gjuha qëndron pranë dhëmbëve të sipërm. Sfida e ditës: çdo ditë duhet punuar edhe me një fletore ku të vendosni midis shumë tingujve edhe C-n, dhe fëmijës duhet t'i tregoni që si do ta gjejmë në fletore tingullin C. Shkronjën C. Kur e dëgjojmë quhet tingull, kur e shkruajmë quhet shkronjë. Faleminderit.